Mikeshat Pacipa, çfarë kërkoi Epstein për princin e Anglisë, pse udhëtoi 8 herë me Trumpin. Departamenti i Drejtësisë së Shtetit të Bashkuara publikoi 11.000 dokumente të reja lidhur me hetimet për Jeffrey Epstein, duke përfshirë email, foto, video për verbale gjyqësore dhe dokumente të FBI. Dokumentet zbulojnë lidhjet e Epstein me personalitete të njohura, përfshirë dhe presidentin amerikan Donald Trump dhe ish princin britanik Andrew. Sipas dosjes së publikuar, Trump udhëtoi 8 herë midis vitit 93 dhe 96 në avionin privat të Epstein. Në 4 udhëtime ishte gjithashtu e pranishme Ghislaine Maxwell, e dënuar për trafikim dhe keqpërdorim të mitorëve. Në një udhëtim të vitit 1993, vetëm Trump dhe Epstein ishin pasagjerët, ndërsa një tjetër ishin shoqëruar nga një 20-vjeçare. Në emailin e vitit 2001 nga rezidenca reale në Balmoral, i drejtuar Ghislaine Maxwell dhe princ Andrew i kërkonte asaj të gjejë mikeshat Pacipa për princin. Mesazhi i titulluar L'uomo invisibile, njeriu i padukshëm, tregon kërkesat drejt për drejta për prezantimin e të miturave të papërshtatshme në kontekstin e lidhjeve me Epstein. Publikimi i këtyre dokumenteve ka kthyer vëmendjen me lidhjet e personazheve të njohur me Epstein dhe akuza për trafikim ndërkombëtar të miturave.